Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Unë jam Gjensina Startori dhe sot do të flasim për një temë ndryshe, për situatën politike në vend, një analizë e sfidave dhe perspektivave. Situata politike në Shqipëri është një fenomen kompleks që reflekton përplasjet mes forcave të ndryshme politike, sfidave institucionale dhe pritshmërive të qytetarëve. Politika shqiptare karakterizohet nga një ekuilibër delikat mes partive të mëdha si dhe forcave të tjera të vogla që shpesh ndikojnë në koalicionin qeverisës dhe në formimin e politikave publike. Situata politike në Shqipëri është një kombinim sfidash dhe mundësish. Ajo reflekton për një konsolidim demokratik, nevojën për një reformë të thellë dhe rëndësinë e një bashkëpunimi konstruktiv mes institucioneve, partive politike dhe qytetarëve. Stabiliteti politik dhe qëndrueshmëria varet nga aftësia e aktorëve politik për të bashkëpunuar dhe për të vendosur interesin publik mbi atë politik. Situata politike në Shqipëri është një mozaik kompleks që reflekton sfidat e zhvillimit demokratik, tensionet mes forcave kryesore politike dhe përpjekjet për integrimin në institucionet ndërkombëtare. Në dekadat e fundit, politika shqiptare ka kaluar nga periudha të tranzicionit pas viteve 90 drejt një demokracie të konsoliduar, megjithatë sfidat strukturore dhe polarizimi i lartë politik mbeten problematika të dukshme.